Avokat, një zhvillim interesant ka ndodhur, është themeluar gjykata administrative. Si e keni prit ju si profesionist? Themelimi i gjykatës administrative është një zhvillim shumë pozitiv për sistemin e drejtësisë. Ajo ka rol kyç në sigurimin e kontrollit gjyqësor mbi vendimet e administratës publike dhe në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Si gjykatë specializuar pritet të rrisë efikasitetin, cilësinë vendimarrjes dhe besimin e qytetarëve në drejtësi, duke forcuar sundimin e ligjit në raportet mes qytetarit dhe shtetit. Avokat, ku ndodhet selia që me pas më të lehtë qytetarët me u orientu ata që kanë nevojë me ju drejtu kësaj gjykate? Selia e gjykatës administrative ndodhet në Prishtinë. Ajo ka jurisdiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe vendimet e saj janë të barazvlefshme me ato të gjykatës themelore. Për çfarë lloj rastësh mund të drejtohen gjykatës administrative? Gjykata administrative në kuadër të saj do të ketë 4 departamente. Departamentin fiskal me kompetencë për të vendosur për të gjitha konfliktet administrative për çështjet doganore, tatimore, tatimin mbi pronën e palojshme dhe çdo tatim ose kontribut tjetër të aplikuar në Republikën e Kosovës. Departamenti për kontestet e punës me kompetencë për të vendosur për të gjitha kontestet nga marrëdhënia e punës në kompetencë të gjykatës administrative. Departamenti për skema sociale dhe pensionale të financuar nga shteti dhe kompetencë për të vendosur për të gjitha konfliktet administrative nga skemat sociale dhe skemat pensionale të financuara nga shteti. Departamenti i përgjithshëm me kompetencë për të vendosur për të gjitha konfliktet administrative dhe kontestet e tjera të cilat nuk hyjnë në kategoritë e deklaruara më lart. A mund të inicojë rastin e gjykatës administrative pa kaluar me parë ndonjë procedurë administrative? Në parim një rast nuk mund të paraqitet drejt për drejt në gjykatën administrative, pa u ndjekur me parë procedura administrative. Nëse ligji parashë mjete të rregullta të ankimit brenda administratës, kjo nënkupton se pala e pakënaqur fillimisht duhet të ushtrojë ankesë ose kërkesë në organin kompetent administrativ dhe të presë nxjerrjen e vendimit përfundimtar administrativ. Vetëm pasi të jenë shtëruar kjo procedurë administrative, palës i lindet drejta që çështjet të paraqesë në gjykatën administrative për kontroll të ligjshmërisë së aktit. Megjithatë, përjashtimi i rastit mund të paraqitet drejt për drejt në gjykatë nëse nuk ekziston mjet efektiv i ankimit administrativ apo në rastet kur kemi përheqje administrative. Si mund të inicojë një procedurë në gjykatën administrative? Për të iniciuar procedurën në gjykatën administrative, paditësi duhet të paraqesë një padimë me shkrim, e cila dorëzohet në gjykatë brenda afatit ligjor. Në paditë duhet të shënohen të dhënat personale të paditësit dhe të organit administrativ që ka nxjerrë aktin, si dhe të përcaktohet qartë akti administrativ që kontestohet. Gjithashtu duhet të paraqiten arsyet ligjore dhe faktet pse konsiderohet se ai akt është i palegjshëm, si dhe kërkesa konkrete e paditësit, për shembull anulimi ose ndryshimi i vendimit. Padisë duhet të bashkangjiten provat relevante, si vendimi administrativ, ankesa e paraqitur në organin administrativ dhe çdo dokument tjetër që mbështet pretendimet. Pas dorëzimit, gjykata regjistron padinë e dërgon për përgjigje të organi i paditur dhe më pas e shqyrton çështjen në bazë të provave dhe dispozitave ligjore. Në fund, gjykata merr vendim duke pranuar, ndryshuar ose refuzuar padinë. Çfarë ndodh me rastet që kanë qenë në gjykata të tjera para krijimit të kësaj gjykate? Rastet që kanë qenë në gjykata të tjera para krijimit të gjykatës administrative, në parim transferohen nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në këtë gjykatë nëse bien në jurisdiksionin e saj. Megjithatë, ekziston një përjashtim i rëndësishëm rastet që lidhen me kontestet nga marrëdhënia e punës, për të cilat procedura gjyqësore ka filluar tashmë në departamentin civil të gjykatave themelore, vazhdojnë të shqyrtohen aty deri në përfundim të procedurës në atë shkallë të gjykimit dhe nuk transferohen. Gjithashtu, deri në funksionalizimin e plotë të gjykatës administrative, lëndët vazhdojnë të trajtohen nga gjykatat aktualisht kompetente. Të gjitha lëndët që transferohen ruajnë historikun procedural dhe çdo veprim të ndërmarrë deri në atë moment. Këshilli Gjyqësor i Kosovës harton listat përkatëse për të përcaktuar cilat lëndë transferohen dhe cilat mbeten në gjykatat ekzistuese. Pra, krijimi i gjykatës administrative nuk i anulon apo rifillon procedurat ekzistuese,
por vetëm rregullon se cilat gjykatë do të vazhdojë shqyrtimin e tyre sipas kompetencës ligjore. Me sa i përket stafit mbështetës të kësaj gjykate, a do të ketë kjo gjykatë administrative staf mbështetës? Po, gjykata me përjashtim të kryetarit, nënkryetarit si dhe gjyqtarëve të cilët do të transferohen nga gjykata themelore, do të ketë edhe staf mbështetës si administratorin, bashkëpunëtorët profesional dhe stafin teknik. Këshilli Gjyqësor i Kosovës mund të vendosë që disa shërbime mbështetëse për gjykatën supreme të kryen edhe nga gjykatat e tjera.